Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka çuar për gjykim 4 persona lidhur me një ngjarje të ndodhur në 9 janar të 2020-s në Peshkopi. Aso kohë, Adrian Shaj goditi disa herë me thik në pjesë të ndryshme të trupit bashkëfshatarin e tij Bukurosh Zagradi. Ky i fundit policë jashtë shërbimit në momentin që ka ndodhur ngjarja. Për ngjarjen e rënd, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Dibër ka regjistruar procedim penal për vrasje me dashje e mbetur në tentativë. Mirë po 2 oficer të policisë gjyqësore pranë gjykatës së shkallës së parë në Dibër, Shuip Cami dhe Aldo Puca, kanë favorizuar autorin e kësaj plagosjeje të rënd. Siç thuhet në njoftimin zyrtar të SPAK, Shuip Cami, i cili është oficeri që ka kryer veprimet e para për referimin e çështjes në prokurori, i ka marrë autorit që njihet ndryshe si Flamur Kurti 3.000 euro në këmbim të premtimit për ta favorizuar për çështjen penale në ngarkim të tij. Një tjetër person nën hetim është edhe Fluturim Bajrami, i cili ka dhënë një specialistit të policisë në Dibër plot 2.000 euro në mënyrë që autori të pajtohej me Bukurosh Zagradin. Ndërkohë Aldo Puca, që po ashtu është oficer i policisë gjyqësore, ka qenë në dieni të këtyre veprimeve korruptive, por nuk i ka referuar ato në prokurorinë kompetente. SPAK thot se autori Adrian Shaj i është shmangur drejtësisë për më shumë se 1 vit në Arati.